Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha votoi në sallën Gramos Pashko në selinë e PD-s për zgjedhjet e kreut të partisë në një garë ku është vetëm emri i tij, pasi personat e tjerë që shprehan interes nuk u lejuan të kandidojnë. Në një komunikim për mediat, Berisha e cilësoi procesin si shëmbullor, ndërsa ju bëri thirrje demokratëve që nuk kanë votuar deri më tani t'i drejtohen kutive të votimit për të shprehur vullnetin e tyre. Përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar deri tani në mbar Shqipërinë në një proces shembullor, në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike, referendare i shprehin besimin ose shprehin vullnetin e tyre për kryetarin apo dhe kundër tij. Në këtë rast ftoj të gjithë demokratët e tjerë që nuk kanë votuar të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm statutor, të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm ndaj një procesi më demokratik që ekziston në të gjitha partitë moderne, europiane dhe botërore. Në një pjesë të tyre, më falni se janë pakis, shumica përdorin procedurat. Ai sulmoi dhe ish-deputeti Nervin Saliani, i cili publikoi disa fletë votimi, në të cilën ishte shkruar emri i tij si një shenjë revolte për faktin se ai nuk u lejuai që të kandidojë në kreun e partisë. Duke e cilësuar si një përfaqësues të botës së krimit, Berisha tha se Saliani nuk ka dhe nuk do të ketë kurrë në selim blu. Unë besoj se përplitjet e një përfaqësuesit botës krimit nuk mundet me asgjë të përlyejnë të proces në demokrat në Shqipëri. Përfaqësuesit e botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kurrë vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqinë e krimit. Jo, zero.